Gjithherë kemi atë pikpyetjen, a është e arsyeshme pjesëmarrja në testin PISA kur nuk ka një ndryshim substancial brenda sistemit. Dhe logjika është ndoshta të thotë që jo, pasi që këta 15 vjeçar që janë subjekti përzgjedhës si mostrë dhe pjesëmarrës në këtë testim, duhet me kalu nga klasa e parë deri në 9-ën dhe 10-ën, një sistemi shumë më ndryshe të mësimdhënie se sa ai që ka në epicentër të mësumit mekanik, në mënyrë që me pas një përmirësim në rezultatin testit. Në të kundërtën, rezultati është ai, sikurse në testimet e mëparshme, është i njëjti dhe është ai pasi që në epicentër të mësimdhënies në Kosovë është mësumi tradicional përmendesh. Çfarë nëse del e kundërta, që rezultati mund dal ndryshe. Tani do të diskutojmë pak edhe për metodologjinë. Mund të jetë fakti që janë përgatitur edhe mësimdhënësit, por edhe nxënësit e shkollave që dihet se cilat do të jenë, përgatitur në formën teknike që mund ndikojë të dalë rezultat më i mirë. Në fat mirë, OECD-ja ka standardizuar testimin në atë formë dhe metodologjikisht që e bën të pamundshme devijime të tilla dhe atë me përgatitje 1 muaj, 2 muaj më herët. Dhe unë rikujtoj që në qeveritë e kaluara ka pasur tendenca të tilla. Ka pasur mësim shtesë të 15 vjeçarëve që janë subjekti testit PISA dhe është përgatit me ta 1 muaj matematik, 1 muaj gjuhë shqipke, mirë po përgjithsisht rezultati nuk ka pasur ndonjë dallim. Nuk ka pasur ndonjë dallim pasi që ajo që ka në të vërtet testi PISA është ekskluzivisht aftësi qysh këta të ri pjesëmarrës në testim din me shfrytëzu logjikën e tyre të mendimit kritik për me ofru një zgjidhje në pyetjet që në thelb përgjigjet i kanë brenda në vetë pyetje. E kjo është shumë më ndryshe në format të pyetjeve se sa në ata që ka këta i nënshtrohet në vlerësim të brendshëm në testet në shkolla. Në testet në shkolla ty të pyetin vjen fjala kur ka lind Skënderbeu, kur ka ndodhur kjo luftë, fakte që në qendër e kanë memorizimin, po jo që nxisin ndonjë mendim të thelluar. Dhe pa fajin e tyre, këta nxënës tashmë në një moment i nënshtrohen një format i testit që për ta shumë i ndryshëm. Është i ndryshëm dhe ky ndryshim na sjell çet rezultat. Mirë, ju përcjellni sistemin arsimor që një kohë gjatë, tani u banën shumë vite që kemi në testime për atë PISA-s, a ka pasur ndonjë politikë që ju e keni vrejtë që mund të ketë ndikuar që në shkencat e egzaktës, se sidomos në matematikë kemi dalë keq herë të kaluara, por edhe në mendimin kritik që mund të ketë rezultuar që sadopak të kemi një përqindje më të mirë se që kemi dalë në kaluar? Në fatkeqësi jo. Jo, pasi që çfarëdo politike që është prezantuar, në asnjë moment nuk ka shku drejt në klasë. Dhe ai ndryshimi në PISA vjen kur nxënësi e përjeton një mësimdhënie të bazuar në të mësumit aktiv. Një mësimdhënie që nxit mendimin kritik, që nxit logjikën, jo lënë të logjikës e lënë mendimit kritik, po mësimdhënie aktive, si në matematikë atje, si në gjuhë shqipe, si në shkenca, që këta nxënës i nxit për të menduar në mënyrë më të thellë, në mënyrë më kritike, më analitike, për me mujtë me sjellë qatë rezultat dhe përmirësim. Tash po neve kemi një ligj të ri për arsimin, një ligj të ri për edukimin e fëmijëve e hershme. Kemi një rishikim të teksteve shkollore. Mirë po asnjëra nga këto në asnjë moment ty nuk të sjell qatë ndryshimin e prekshëm në klasë. Pse pra ka vendosur mashti që ti nënshtrohet një test i tillë? Se nuk është obligativ, apo jo? Nuk është obligativ, ka dhe një kost të mrapa, mirë po përgjithsisht ajo që ka është e rëndësishme është që të ruhet ky trendi statistikor dhe ajo që ka neve avokojmë shumë është që me qenë se PISA po na sjell këtë vëmendje, po le ta ruajmë këtë debatin publik sa për statistika po thani? Me një rezultat valid dhe të besueshëm sikurse se është OECD-ja. Pasi që unë rikujtoj para pjesëmarrjes në testin PISA, neve kemi pas qeveri të kaluara që janë mburr me një cilësi të mirë të arsimit në bazë të rezultateve nga vlerësimet e brendshme dhe të jashtme në shkolla. Pra testi maturës ty del me kalueshmëri shumë të lartë, nivel vendi, një testi arritshmërisë, nota mesatare nivel vendin e ki shumë të lartë. Pra nëse ti bazohesh në këto, ti thu jena shumë mirë. Për këtë arsye këto do të balancu me një vlerësim të standardizuar dhe super kredibil. Apo thoni që testi PISA po na shërben si një pasqyrë që rezultatet e vlerësimet e tjera të brendshme po pasqyrojnë një realitet të paqen?
Po, edhe ky rezultat i paqen dhe kjo situatë iluzionare ballafaqohet jo vetëm në testin PISA, po çdo testim të standardizuar ndërkombëtar që ndjek disa protokolle dhe që i ka disa indikatorë të mirë përcaktuar. Në fatkeqësi i tërë sistemi është i ndërtuar mbi parimin e një iluzioni të një pasje atje, një diplome dhe një nivelit kalueshmërisë në test maturës dhe një diplome me një notë mesatare të lartë të tullet në studimet universitare. Pra, ky iluzion herë kur derë të ballafaqohet në treg të punës, kur këta 3 dhe 3 mungojnë në shkallësi dhe aftësi. Dhe në fakt është tregu i punës dhe shkallësitë dhe aftësi që këta 3 i kanë në vendin e tyre, në profesionet e tyre, është rezultati më i barabartë dhe ekuivalent me rezultatin e testit PISA. Se testi PISA po na thotë, këta 3 mungojnë në logjik, mungojnë në mendumit kritik. E që mungesë e logjikës dhe të mendumit kritik, analitik, ty të shfaqet në çdo profesion. E sheh sa të ngathtë janë në profesionet e tyre, sa shumë mungojnë në informacion, sa shumë mungojnë me mendu jashtë atyre teksteve shkollore e jashtë atyre standardeve. Pra, ky rezultat në testi PISA na kthehet në mënyrë shumë brutale edhe në vend të punës. Kjo mungesë e shkallësive dhe aftësive në vend të punës ty të kthehet në mungesë zhvillimit ekonomik, që nuk është fort në befasi, që neve jemi të stagnuar në disa profesione, në disa industri, në disa që ekskluzivisht janë në shërbime, po jo në industri, biznese, ndërmarrësi që kanë inovacion, që kanë kreativitet, pasi që ekskluzivisht gjitha këto janë të ndërlidhura me qëtë produktin e madh shoqëror që na vije nga shkollimi obligueshëm universitar para universitar. Në 3 testet e kaluara, testimi nuk ka qenë online, apo jo? Këtë vit pritet që gjithçka të jetë online, duke qenë se keni një penetrim të madh në internet. A pritet që kjo që sapo thatë realisht të i dalë në formë pozitive vendit, për shkak që ka me gjithat të pjesëmarrje të madhe në internet, një qasje të reja, po kjo toni vetëm është teknike dhe nuk mund të ndikojë as pak. Është teknike dhe metodologjikisht, statistikisht nuk gjykojmë që mundet me pas ndryshimin e madh, po 3 tonë janë të ekspozuar në një qasje më të lartë në internet në nivel vendi, mirë po kjo nuk do të thonë që këta 3 dinë me shfrytzuar mirë Word në Excelin ose vetë qasjen në internet për arsye akademike, arsimore. Ky është një dallim substancial në këtë debatin e qasjes të pakuvizuar që 3 kanë në internet dhe për çka në të vërtetë dinë me shfrytzuar ata. Nuk kemi ndonjë statistikë, mirë po në vlerësimin tim, digitalizimi e arsimit duhet të vijë paralel edhe me një vedije më të rritur se qysh me përfitu 3 tonë nga kjo qasje shumë e lartë që kanë në media sociale, në internet e kështu me radhë. Në fakt po është disa kritika që fakti që nuk kemi një digitalizim të përgjithshëm sistemit tonë arsimor, që pikërisht fakti që gjithçka do të jetë online do të paraqesë edhe më shumë të lashe tek të rinj që nuk mund të navigojnë base me një shkallësi të madhe dhe mund të ketë një rezultate edhe më të keq për shkak të gabimeve potencialisht edhe teknologjike. Potencialisht mundet, pasi që rikujtoj që kjo mostra e përzgjedhur që janë në tërësi një 7500 nxënës të gjithë 15 vjeçar ose pavarësisht në të 15-at e tyre, shumica për tyre nuk besoj ndonjëherë që kanë marrë një test online. Kështu që për ta ballafaqimi i parë komunikon me një format digital të testimit, edhe e dyta me pyetje shumë logjike që me po të njëjtat pashtu nuk janë ballafaqur. Pra supozimi jonë është që po mund të ketë një impakt në rezultat, mirë po jo me signifikancë të tillë që me deviju në tërësi rezultatin e testimit.